on est heureux d'être là avec Dritan pour présenter ce premier concert d'une saison albanaise en Périgord noir. Et nous avons voulu ensemble cette saison parce que déjà moi j'ai une passion pour le Périgord qui est ma terre natale et j'ai aussi beaucoup de goût et de passion, on peut le dire, pour l'Albanie depuis que monsieur l'ambassadeur me l'a fait découvrir il y a maintenant 7 ou 8 ans. Et donc on a voulu cette saison et ce soir on démarre avec une merveilleuse chanteuse albano-kosovare, albanaise en tout cas vivant au Kosovo, et un quatuor à cordes qui est issu de la grande formation des forces armées albanaises. Donc nous sommes très fiers d'accueillir ces grands représentants de la tradition musicale albanaise et c'est autour de la mélodie albanaise. Et nous aurons tout au long des jours qui vont suivre à l'intérieur du festival, qui fête ses 43 ans, une saison albanaise avec certains des meilleurs musiciens d'aujourd'hui, Teddy Papavrami, Marie-Ange Gouchi, une rencontre autour de cabaret avec la peintre écrivain Ornella Vorpsi et bien d'autres, et des films qui seront présentés également dans le cadre de cette saison. Donc un moment précieux pour nous tous ici en Périgord. Si përmendi dhe presidenti themeluesi i festivalit muzikës në Périgord Noir, siç quhet, në zonën, në krahinën e Perigordit, ka shumë e bukur që përmendi dhe ai. Jemi edhe shumë të lumtur e shumë të gëzuar që Shqipëria është ftuar nderi e edicionit 2025 të këtij festivali. Tema e së cilës është në Zdheu, por Shqipëria ka një vend veçantë me disa aktivitete, artistët, muzikantë, shkrimtarë dhe të tjerë, të cilët i përmendi Jean-Luc, e të cilën e falenderoj në mënyrë të posaçme, jo vetëm për faktin se bëri të mundur që Shqipëria të ketë vend deri këtë vit në festival, por dhe për besnikërinë dhe gjenerozitetin e tij dhe për kontributin dhe angazhimin e tij në miqësinë midis Shqipërisë e Francës dhe në marrëdhëniet kulturore midis dy vendeve tona. Për këtë arsye falenderoj atë, falenderoj drejtorin artistik të festivalit, falenderoj gjithashtu, më duhet përmend për kontributin e jashtëzakonshëm të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Ministrisë së Mbrojtjes nëpërmjes qendrës kulturore e cila bëri të mundur në koncertin e sotëm në Orjak që të kemi këngëtaren shqiptare nga Kosova, Flaka Goranci dhe 4 muzikantët e kuartetit për realizimin e këtij aktiviteti të parë shqiptar, i cili do të ndiqet nga të tjerë në ditët e ardhshme gjatë gjithë muajit gusht.